Edhe interesant fakt lidhja e të bërit nën mund të jetë një nga faktorët përse një grua është akoma dhe më intuitive, sepse ka një përgjegjësi totalisht më sepse ajo e tepër, më të percepton shtuar, më larg ndryshe. përgjegjësinë ndaj fëmijës. Po. Dhe i duhet, pra ne na duhet të jemi empatik. Dhe kjo na shërben që si të kuptojmë ndjenjat tona, por të kuptojmë dhe ndjenjat e të tjerëve, se kemi shumë të rëndësishme të ndërtojmë marrëdhënie me të tjerët. Dhe mënyra më e mirë është aspekti emocional dhe emocioni është shumë i rëndësishëm, sepse është ai që, si të thuash, e dëmton më shumë njeriu. Pra, të gjithë njerëzit vuajnë pikërisht për shkak të një balance të mirë emocionale. Dhe truri punon gjithmonë në funksion të identifikimit të faktorëve që e ngacmojnë këtë lloj emocioni. Dhe prandaj është e rëndësishme, ndoshta do doja që të mos ndaleshim ose të mos dallonim që një mashkull apo një femër ka diferenca në këtë, por të gjithë kemi mundësi, për shembull djemtë kanë të vështirë të shprehin emocionet, çka pengon zhvillimin empatik, zhvillimin e emocioneve, se si kulturë ne nuk e lëm në përgjithësi mashkullin të shprehë edhe emocione, si të thuash, të qarë, nuk e pranojmë dot. Dhe kjo e bën mashkullin ndër breza të mos shprehë emocionet. Mos shprehë emocionet sigurisht i jep mundësinë që intuitën ta shprehë në një formë tjetër, për shembull duke e bërë një lloj veprimi, dhe jo duke folur shumë apo duke shprehur emocione. Jo duke e analizuar emocionalisht, po themi. Dhe ajo çfarë është e vështirë, është dhe fakti që ne nuk e plotësojmë, ose nuk e kuptojmë plotësisht mënyrën se si funksionon truri. Ne ende njohim shumë pak nga funksionet. Dhe të kuptuarit, të folurit sa më shumë, bën që ne të kuptojmë që një element mund të shfaqet në forma të ndryshme. Dhe nëse ne e pranojmë atë, atëherë kjo është pozitive për të thënë që jo, nuk e kanë vetëm femrat, e kanë mundësinë edhe meshkujt ta kenë këtë si karakteristikë që konsiderohet shumë e mirë, shumë e bukur, shumë e veçantë. Dakor, po kjo është edhe çështje zgjedhjeje sot flas, se si meshkujt preferojnë të qasen në situatave në përgjithësi. Nuk besoj se vazhdon ai presioni aq i fortë i të mos shprehurit emocionet. Përkundrazi ne ku ta gjejmë që një mashkull të shpreh emocionet e tij, qoftë mira, qoftë edhe jo të mira. Varet sa gati janë ata. Po, kjo është e vërtetë. Ndaj them që është personale, nuk është se është i ditur dhe i shtypur nga shoqëria. Ndoshta diferenca e vërtet nuk është midis femrës dhe mashkullit, po midis energjisë femërore dhe energjisë mashkullore, që është të dyne pavarësisht gjinisë. Energjia femërore është më shumë një energji inward, pra ka të bëjë me emocionet, ka të bëjë me periudhën kur neve futemi brenda vetes, ka të bëjë me rrënjëzimin, me qëndërzimin, me ndjenjën e shtëpisë, me marrjen. Kurse energjia mashkullore është një energji outward, është se si ne shkojmë në botë, marrim guximin, veprojmë, lidhemi me të tjerët, ndërveprojmë. Pra janë të lloj energjisë që është në çdo individ? Në çdo individ, mashkull apo femër, ne kemi këto dy energji. Të dyja llojet. Kështu që mund të themi që ndoshta intuita është më shumë energjia jonë femërore. Kuptoj. Blerjana, për ta lidhur pak edhe lidhja me ti do ta lidhësh me profesionin? Po, unë do ta lidh me profesionin dhe pse doja ta kundërshtoja Eksenën. Mikeshën, po, sepse unë besoj fort që intuita, shqisa e 6, është tipike femërore dhe kjo shpjegohet shumë mirë me shkencë. Oksitocina është hormon i cili gjendet në sasi më të shtuar gjatë gjithë ciklit të jetës në femra. Është një hormon që prodhohet brenda kokës, në gjendrën pituitare, në pjesën e pasme të saj dhe është esencial për procesin e lindjes dhe për procesin e laktacionit. Gjithashtu konsiderohet oksitocina edhe love hormone, ose hormoni i dashurisë, hormoni i prekjes, i ledhatimit, dhe kjo lidhet shumë pastaj me faktin se si ne shprehim, që këtu bie 100% dakord me parafolsen, që oksitocina, pavarësisht janë marrë shumë studime, është parë që nëse ne injektojmë pararendës të oksitocinës, njeriu nuk është se bëhet më i dashur, sepse është love hormone, por shpreh atë që ai ka më shumë në vetvete. Pra është hormoni me anë të cilit ne rrisim shprehin ton. Dhe dua ta lidh pastaj me anën sociale të intuitës, që femra duke qenë se oksitocinën e kanë akoma dhe më të rritur, janë më të dashura, janë më të afërta, komunikojnë më shumë me sy, është pjesa e prekjeve pastaj që kanë shumë më të shpesht se sa meshkujt, ndaj edhe intuita konsiderohet shqisë e 6 dhe femërore kryesisht, patjetër që është edhe e meshkujve, por nga sociologjia, nga psikologjia dhe nga gjithë mënyra se si sillen meshkujt edhe femrat, meshkujt patjetër që nuk priren që ta shfaqin intuitën dukshëm
Apo veprimet edhe mbetet e pazhvilluar, për këtë jam shumë dakord. Prekja, shikimi janë mënyra që ne perceptojmë më shumë rreth botës, rreth rrotull dhe ndoshta kjo na ndihmon edhe për ta përdorur intuitën më mirë. Unë besoj që gjatë gjithë jetës tonë, ne duke qenë se shohim, prekemi, kemi më të zhvilluar pjesën e prekjes apo pjesën e shikimit, ne regjistrojmë brenda vetes tonë shumë tipare, regjistrojmë shumë shikime, regjistrojmë shumë mimika. Dhe pa dashur, në një situatë, ndoshta edhe 10 vite më vonë, nga gjithë to mikroregjistrime që janë bërë, ne dimë si ta analizojmë. Pse? Sepse ne kemi parë. Besoj që nëse jemi 2 motra, unë kam një motër dhe kur jemi në mbledhje familjare, nëse ka diçka që nuk shoh, thjesht shohim njëra tjetrën në sy dhe kuptohemi. Kjo sepse ne jemi mësuar të lexojmë mimikat. Dhe kjo vjen nga leximi i mimikave ndër vite, që është tipike femërore të shikojnë, të komentojnë detajet, të lexojnë detajet. Ndaj e besoj fort që intuita është më shumë femërore. Nuk ju pyeta që në fillim në fakt edhe mund ta zhvillojmë së bashku, vetë ju e perceptoni veten tuaj intuitive dhe nëse mund të më tregoni edhe ndonjë situatë që e keni parë se intuita ka funksionuar shkëlqyeshëm dhe ju ndoshta keni përballuar me sukses edhe një rrezik të mundshëm. Ti edhe gafore, po, unë jam edhe gafore, jam super intuitive, por përpiqem shumë që ta analizoj, po. Nuk e si asnjëherë me energjinë e parë, që të marrë vendime, patjetër i referohem asaj, por vendime nuk i marr asnjëherë në atë aspekt, përpiqem shumë që t'i analizoj si cilësitë e mira si ato të këqija. Por ama ty të ka shërbyer në këtë rast intuita për të qenë në gjendjen që shikoj se nuk duhet kaluar ky cak. Një rast në të cilën e ceku edhe parafolsja ishte që në biznesin tim, erdhi një vajzë e cila kërkonte punë, në fillim nuk më duk një njeri shumë e mirë, shumë korrekt nga ana profesionale, por thash, okay, ndoshta po të punoj pak me të, ndoshta do zhvillohet. Për disa muaj rresht, për 2-3 muaj rresht, mendova që ishte çdo gjë okay, por në fund doli ajo që kisha menduar në fillim që okay, deri këtu arrin ana e saj profesionale dhe nuk mund të zhvillohet. Këtu gabova, duhet i kisha besuar intuitës patjetër. Dhe është interesante për të kuptuar pak se si ka vepruar intuita në këtë moment. Cila ishte analiza që ti bëre, apo ishte një energji që të përcolli? Energjia, gestet, mënyra e komunikimit, qasja e saj ndaj meje, mënyra se si erdhi për të kërkuar punë, ishin disa gjëra që nuk shkonin shumë. Duket më shumë si një analizë logjike se sa intuit. Po, ndoshta edhe kjo, unë i lidh gjithmonë këto do ta perceptoja, se ti po thua 3-4 fakte, nuk është se vetëm me diçka nuk të përpiqem gjithmonë që t'i lidh të dyja, ndaj thash dhe në fillim që i besoj intuitës, po gjithmonë i analizoj ose i justifikoj. Përpiqem që ty justifikoj që pse ndjeva unë atë gjë dhe pastaj bëj lidhjen logjike. Nuk e lë unë vetëm veten tek intuita.